Përshëndetje, mirë se u gjej të gjithëve. Vera po afron dhe sigurisht bisedat e udhëtimeve të pushimeve bëjnë gjithnjë më të shpeshta, kemi filluar të mendojmë se ku do t'u thëmë, po kur bëhet fjala në fakt për të udhëtuar në Shqipëri, jo se pritet Stina e Verës për të marrë rrugët anë këndat dheut, sepse praktikisht tashmë është bërë pjesë e stilit tonë të jetesës për të udhëtuar qoftë fundjavave, qoftë edhe pushime disi më të shkurtra dhe për të shkuar gjithandej praktikisht sepse turizmi ynë ka evoluar, ka zhvilluar edhe kudo gjen infrastruktura, gjen vende ku mund të qëndrosh dhe ku mund të shijosh atë që ofron lokaliteti. Ndaj dhe sot do të flasim me miqtan që do të vinë pas pak në studio pikërisht për udhëtimet nëpër Shqipëri, cilat janë vendet që ata destinacionet shqiptare të cilat ata preferojnë më tepër, çfarë planifikojnë ndoshta diçka të veçantë sërish brenda Shqipërisë. Pra, do të ndalojmë tek destinacionet shqiptare. Ka aq shumë për të thënë sa është mirë të përqendrohemi vetëm tek ato shqiptarët për të mos kaluar në opsione të tjera që mund të ketë gjithë secili në fakt për të kaluar pushimet dhe për të udhëtuar. Por edhe nëse udhëtohet jashtë, edhe nëse pushimet kryesore ndoshta ju i planifikoni t'i bëni në vende të tjera, siç ndodh, secili sipas mundësive të veta dhe nevojave të veta, Shqipëria mbetet e padiskutueshme, nuk ka njeri pasaj që s'ka mundësi të udhtoj qoftë pak apo më gjatë edhe nëpër Shqipëri. Kështu që besoj që kjo bisedë do na përfshi të gjithëve, pa humbur kohën, dua t'i pres të ftuarit tanë dhe të flasim se si po e presim këtë verë, cilat janë pritshmëritë tona edhe për sezonin turistik në një farë mënyrë si klient, gjithë secili nga ne mund ta shoh veten që drejtohet drejt një operatori dhe një biznesi turistik në këtë stil, kështu që do të kemi shumë për të folur së bashku. Le të presim me para që vjen, ajo është gazetare kulture e televizionit Klan dhe drejtuese e programit që ne shohim her pas here vazhdimisht, Klan Explorer, dhe që prek vërtet vende dhe destinacione shumë interesante për të gjithë teleshikuesit. Le të presim Anisa Kraba. Anisa, mirë se erdhe. Mirë se të gjitha. Kënaqësi ju të kam këtu. Kënaqësia Isha e para që na shkoi ndërmend sa menduam për një panel të tillë, sepse ti me Klan Explorer ke krijuar një rubrikë shumë të bukur në fakt. Faleminderit. Shumë interesante, e pasur, edhe që ti e sjell në mënyrë periodike, të përjapshme apo jo. Po, çdo të shtu në 16:30 në Klan News ne zbulojmë Shqipërinë në ato cepat ku është edhe vështirë për të shkuar, por në ato vende që ne i njohim, por duke i sjell gjithmonë në një kënd tjetër, duke treguar edhe natyrën, por dhe traditën kulinarine dhe më rëndësishme historinë. Të gjitha janë paketa turistike që prezanton Shqipërinë. Është e vërtet kjo sepse në fakt programet e kësaj natyre me destinacione shqiptare duket sikur janë bërë shumë tani dhe është sfiduese në vetvete ta sjellësh ndryshe. Besoj që këtu qëndron vështirësia më e madhe tek ato destinacione të njohura sesa tek të panjohura, apo jo? Është e vërtet, por megjithatë personazhet që ne kemi sjell gjithmonë na e kanë bërë të bukur dhe na e kanë veshur me rrëfime që janë pëlqyer edhe janë ndjekur nga audiencat e publikut. Edhe emri Klan Explorer që keni gjetur është i goditur, kështu që përgëzime për gjithë të punë të bukur që ke bërë edhe të falenderoj që jemi ne sot. Dhe presim të ftuarin e dytë që na bashkohet në panel, ai është CEO i një rezorti në fakt shumë të njohur, Marina Bay Group, në jug të vendit, edhe një operator turistik që me siguri do të ketë shumë për të thënë sot, Besmir Lulaj. E presim. Besi, mirë se erdhe. Më në fund jemi për temën tënde, që ti ke shumë për të thënë. Kështu që jam kurioze të di çfarë do ta thuash ti, si je duke përgatitur, çfarë do të sjellë ndryshe kjo verë për gjithë turistët. Reja do t'i themi sot edhe të gjithë rrugtimin që pritet që të ndodhi këtë verë. Do të kemi përmirësim nga vera e kaluar, tani me një gjë pozitive. Patjetër që do kemi përmirësim, sepse kemi reflektuar nga vera e kaluar. Kemi reflektuar në sensin që çdo vit duhet reflektojmë nga sezoni që kalon për të bërë një sezon tjetër më të mirë, ai që vjen apo jo. Biznesi nuk përmirësohet ose shërbimi nuk përmirësohet, përkeqësohet. Kështu që ne jemi në këtë fazën e përmirësimit ose shpresoj. Ja, do ta thuash. Ne po përpiqemi. Të ftoj të ulesh, faleminderit që jemi ne. Vazhdojmë presim të ftuarën tjetër që vjen në studio, ajo është gazetare në ABC News dhe ajo drejton një program udhëtimesh destinacione shqiptare, GPS quhet, Albana Ruçi, e presim. Albana, mirë se erdhe. Të falenderoj që je këtu me ne sot, kënaqësi të kam në studio, të ftoj të ulesh. Dhe i ftuari tjetër që na bashkohet, ai është i pasionuar pas motorëve, është herë e parë që vjen në studion tonë. Në fakt, por është një personazh shumë interesant, sapo të vi do ta dalloni më një herë dhe me siguri do të ketë shumë gjëra për të na thënë. Me siguri me motorin e tij duhet të ketë udhëtuar shumë nëpër Shqipëri. Na rrëfem pas pak, presim Sotiraq Yahya. Sotiraq, mirë se erdhe. Faleminderit. Komplimenta për këmishën, shumë verore, shumë e bukur, të çon me njërë në atmosferë pushimesh, vathi gjithashtu është një detaj interesant. Do të bëjmë Shqipërinë si Amerika.
Si Amerika, se Evropën e bëm të lef. Falenderoj që e këtu të ftoj të ulesh. Vazhdojmë dhe presim të ftuarën tjetër që na bashkohet. Ajo ka qenë për herë të fundit me grupin e saj të zonjave me cilat ato udhëtojnë së bashku dhe udhëtojnë kudo nëpër Shqipëri. Në fakt ka një kalendar dhe një hartë, le të themi, destinacione shumë interesante ku ato zgjedhin të udhëtojnë së bashku. Fundjavë për zonja quhet iniciativa e saj. Gjilda Toska e pres. Gjilda! Mirë se erdhe, dashur Gjilda, kënaqësi të kam në studio, elegante dhe ti më pëlqen shumë me këtë fustan sot. Nga cili është destinacioni i fundit që keni bërë me zonjat tuaja? Destinacioni i fundit ishte Përmeti, Rudina. Përmeti ishte në fakt shumë bukur Përmeti, një vend relaksues, i cili ofron vërtet një peizazh të mrekullueshëm. Edhe kulinaria, besoj e keni gjithashtu, patjetër. Ushqimet e mira të grave përmetare. Patjetër, glikot, reçelrat që i ka vetëm Përmeti. Kaluam shumë bukur. I e gatë po delë, gati nga hyre, kështu që vazhdojmë te kemi drejtë. Se Gjilda duke folur edhe este mbrapa, gati po dilte nga studioja. Mirë, ja të kemi të gjithë bashkë, ratohemi aty, ratohemi gjithë aty, edhe sandalet e tua, Gjilda, se tani po të shikoj dhe ka mundësi dhe kamera të t'i kapi detaj. Shumë të bukura. Faleminderit. Edhe Albana i pëlqeu shumë. Duket sikur i ke blerë në Maldive. Faleminderit. Apo jo, s'ke qenë atje. Kemi si pak nuanca verore. Bukur, bëj shaka, por shumë këndshëm. Mirë, kemi përgatitur fillimisht një Vox Pop. Kemi intervistuar qytetarë të ndryshëm në lidhje me vendin e tyre të preferuar për pushime në Shqipëri, cili është një destinacion gjithashtu i veçantë në Shqipëri, të cilin ato kanë ëndër ta shkelin, të shkojnë, ta zbulojnë dhe që ende nuk e kanë parë. Kështu që le të dëgjojmë fillimisht përgjigjet e tyre dhe më pas kthehemi në bisedë. Cili është destinacioni juaj i preferuar në Shqipëri për pushime verore? Kam shku në Golem, kemi shku poshtë në jug. Kam qenë në Këshamil, në Vlorë, në Imar, në Qeparo. Vendi preferuar për pushime në Shqipëri, unë për veten time më pëlqen jugu, po dhe Malësia më pëlqen sepse ka malet. Destinacioni tim preferuar është Durrësi dhe Vlora. Pjesa malësore, Tethi do me thënë është mrekulli. Me shku në Qerret. Vlora. Ksamili, mendoj. Cili është një destinacion në Shqipëri që nuk e keni vizituar ende dhe do doni ta vizitonit këtë verë? Dua të shkoj në Gjirokastër, në Përmet edhe në Korçë. Unë nuk kam vajtur në Theth, nuk kam vajtur dhe në Tropoj. Imar, Adërmiu, në jugu në përgjithësi. Bukurit e vendit tonë janë të prallë. Destinacioni që nuk e kam vizituar është Saranda, kam qejf të shkoj, po të shojmë këtë vit. Do shta në pjesën e Dugagjinit. Më duket shumë i vështirë, por do më pëlqente. Do më pëlqente më shumë për pjesën e historisë. S'kam shkuar ndonjëherë në Shëngjin, kam qef. Thethi, më pëlqejnë shumë vendet malore, më pëlqejnë të vizitoj gjëra historike, nuk kam shkuar asnjëherë, kam dashur shumë të shkoj. Shqipëria është plot destinacione, kështu që jo të gjithë kanë vizituar të gjitha, kështu që gëzuar njërë për Shqipërinë e bukur dhe destinacionet tona të cilat na mahnisin neve shumë që jemi banor të kësaj toke, po imagjinoni dhe të huaj që vide i zbulojnë për herë të parë, kështu që janë vërtet një kuriozitet edhe duhet i promovojmë edhe më shumë. Gëzuar për Shqipërinë tonë të bukur, gëzuar. Sej së gjithve. Edhe unë gjeta dhe këtë trëndafilin këtu, që ishte zoti Raq që ma kishte lënë surprizë këtu. Faleminderit shumë. Shumë i bukur. Më shkon sot me rrethin. Mirë, ta nisim mirë me sezonin veror, si mendoni, o si do tjetë ky sezon veror edhe çfarë pritshmërish kemi, para se dalim konkretisht tek destinacionet. Si e ndjeni atmosferën? Ka nisur ndërkohë flukset e turistëve? Ju vetë, si keni perceptimin tuaj personal? Unë mendoj që duke mos referuar fare të shifrat, po vetëm të dalim në Tiranë, në Rrugica, apo të shkojmë edhe në Berat, në Gjirokastër, në Shkodër, e kuptojmë që trendi i turistëve të huaj ka nisur, kryesisht gjithmonë është pranvera, ajo që i sjell në grupe shumë të mëdha dhe për të vazhduar deri në Vjeshtë, e cila tashmë është bashkangjitur sezonit veror, pra nuk kemi një sezon veror i cili mbyllet në gusht, por vazhdon gjatë. Dhe unë besoj se ky vit do të jetë i mirë për turizmin. Pranvera si vjetme, keni dhe ju këtë perceptim që ishte goxha e freskët dhe kam përshtypjen që shumë turist kanë ardhur për diellin e fortë
Dhe nuk besoj se kanë ata turistë që vinë Rudina këtu gjenë motën ngrohtë dhe ndimër, më besoj. Se vinë nga shumë lartë, nga veriu shumë. Por mua më ka rënë në sy, domethënë dikush më tha, kishte ardhur nga Franca, dhe thoshte po doja diell, po prisja dielli dhe s'poteli, tash vetëm këtë vit ka ndodhur, se në fakt ashtu është. Ne gjithmonë pranverë kemi pasur shumë të ngrohtë dhe shumë të mirë. Ky vit ka qenë pak i çuditshëm, apo jo? Si mendoni? I freskët. Është e vërtetë që pranvera nuk ka qenë tipike si pranverat që ne mësuar të shohim, po me këto ndryshimet globale që po ndodhin, modi është bërë gjithmonë më pa parashikueshëm. Kështu që unë mendoj që ajo që ka ndodhur këto kohë të fundit është që ne nga një destinacion që kemi pas klimën kryesoren, se njerëzit na vizitonin, tani po kthehemi në një destinacion alternativash interesante për cilët vizitohemi dhe jo domosdoshmërisht vetëm për klimën. Ky vit, për të kthyer pyetjes, sigurisht që do jetë një vit më i mirë se sa vitet që kaluan. Ne kemi pasi trend pozitiv në rritje në sektorin e turizmit të gjithë të paktën 10 vjeçarin e fundit dhe ritmet janë goxha të larta. Unë këto e them jo vetëm nga biznesi jon, po edhe nga të dhëna që kemi studiuar. Është diku tek 20% çdo vit më shumë, jo vetëm numra, po edhe turnover, edhe xhiro. Kështu që shpresoj që të ecim me këtë ritëm, ndërkohë që ne prodhojmë këto numra reinvestohen në shërbime dhe në infrastrukturë, të cilat përkthehen më shumë turista vitin e kaluar. Në jug, atmosfera është goxha më e mirë se vitet që kanë qenë. Në Tiranë, unë do thoya që kur thua është më e mirë, e ke fjalën për sa i përket turistëve dhe frekuentimit, edhe përgatitjeve, pra. Kanë filluar më herët këtë vit. Kjo tregon që ka reflektuar, njerëzit kanë reflektuar edhe ata le të themi përgjegjësit që kanë detyrimet institucionale qofshin në lidhje me këtë çështje, duket që kanë marrë masa që herë. Ka një vëmendje të shtuar, mendoj që turizmi është strategji kombëtare, sepse ne po kthehemi drejt një vendi që prodhon shërbim dhe turizëm, kështu që mendoj që duhet akoma më shumë t'ja bëjmë hizmetin këtij sektori, sepse ka akoma vend për t'u zhvilluar. Unë mendoj që ne jemi në më pak se 50% të asaj që duhet të jemi në raport me të gjitha komponentët që përbëjmë një turizm, por ecuria është shumë e mirë, kështu që kemi kohën që ne do jetojmë, do jenë kohë interesante në raport me turizmin, besoj. Në Tiranë do thoya që nuk e shikoj entuziazmin që shikoj në jug, për shkak ndoshta këtij ngërçit politiko-institucional që ka vetë Tirana, se po ta shikojmë disa vite më përpara ka pasur shumë evente, koncerte, organizime, të cilat domosdoshmërisht sjellin njerëz. Ka kohë që është vakur atmosfera në Tiranë. Kalendari kulturor është. Kishte shumë aktivitete. Është, por është shumë i reduktuar. Ajo ka qenë periudha e Tirana kryeqyteti evropian i rinis. Po pra, që kishte një ndërlidhje më të madhe dhe me qytete europiane. Po, të fakt, situata politike ndoshta ne dim shumë organizime. Është indikatori drejt për drejt. Në fakt, këtë vit Tirana ka koncertet nga artistët më të mirë, i ka të planifikuara të ndodhin në qershor, korrik, i kanë për gjatë verës këtë sezon. Janë domethënë ndodh një tani, pastaj një muaj tjetër, ndërkohë që ka pas më shumë. E qartë. Megjithatë unë mendoj që Tirana ndoshta nuk e ndjen shumë këtë entuziazmin që mund të ndjejë Vlora apo qytete të tjera bregdetare, të cilat gjallërojnë pikërisht kur vjen sezoni i verës, sepse atë kanë sezon të plot turistik, kurse Tirana është qytet i parë, le të themi, që frekuentohet gjatë gjithë vitit. Pra, çdo që viziton Shqipërinë në çdo ditë të vitit që zgjedh, Tirana është destinacioni i parë, kështu që Tirana është e padiskutueshme, le të themi, që preket nga turistët. Më pas, të tjera destinacionet e tjera presin verën, sepse atëherë kanë të garantuar ndoshta më shumë më tepër turizmin. Gjilda, si mendon ti? Unë mendoj që Shqipëria është një perlë e vërtet, është 4 stinët, kështu që unë kam vënë re, po thuaj se jam çdo fundjavë në çdo destinacion të Shqipërisë, me udhëtimet që sjell për gratë kryesisht, dhe kudo në për Shqipëri shohim turista, jo vetëm shqiptar, por dhe të huaj. Dhe në fakt është kënaqësi kur shohim që Shqipëria vizitohet kaq shumë nga të huajt. Kudo në për Shqipëri, në çdo sezon, në çdo fundjavë, unë shoh të huaj dhe turist kudo. Kështu që Shqipëria ofron të 4 stinët, është një perlë vërtet, kështu që në çdo sezon ka mbetur e frekuentuar dhe dëshiruar. Zoti Sotiraj, juve udhtoni me motor kryesisht apo jo? Me motor udhtoje, me kom udhtoje, si dush udhtoj, me qatë vi për marë udhtoj. Aha. Po, më bëri përshtypja që the që ka ardhi qik me vones
pranvera si vjetë. Unë kam një folje dallandyshe në shpinë time, dhe e shoh vit për vit se kur vjen. Si vjetë kanë ardhur 20 ditë me vonesë. Dallëndyshe, 20 ditë me vonesë. Prej motit, prej temperaturës, se ndjejnë. Edhe verorët i hoqe me vonesë. Pse Shqipëria, unë kam jetu shumë në Greqi në Athinë, edhe di turizmin e Athinës, por nuk mu besuan sytë kur erdha pashtu sa turista ishin dhe këtu. Shumë turista vinë. E ke fjallën për Tiranën, besoj, për Tiranën, gjithandej, ishan Vlorë, kam qenë në Sarandë, gjithë Bregdetin kam qenë. Plot me turista e gjemë. Se nuk hynë vetëm nga aeroporti Tiranës, por hynë nga gjithë kufit tonë. Turizmi këtu është zhvilluar shumë, por mu do më pëlqente më shumë turizmi familjar. Sepse ai është origjinali dhe s'ka të dytë, le të themi, aty nuk të imitojmë as kënd, nuk duam t'i ngjajmë as kujt, aty jemi vetja. Edhe lokalet, jo lokalet, po këto, bujtinat edhe, janë ato që në Greqi, familja, aty para familjes kalojnë gjitha turista. Qa bëjnë, gjeni një frigorifer, hapin 2 qadra, 2 karrike, ulen, ku të munden. Po, e kanë bërë këtë në shumë vendet të Shqipërisë, jo në këto të famshme, Albana, të nësipuri ke parë edhe ti shumë me udhimet e tua, po jo? Po, duke shënë se aktore turistik në fakt më të mdhen pjesa jugët, sigurisht tani më është historia e turizmit shqiptare dhe nuk mund të flasim për faza embrionike, por që në muajnë maj, që në fillimet e muajt maj dhe kur të paktën që në datën 1, kur bëhet edhe çelja e sezonit turistik konkretisht për shembull në Himar, unë kam parë turist realisht nga gjithë globi, nga Kalifornia. Sigurisht Shtetet Bashkuara të Amerikës ishte e çuditshme që kishte një numër shumë të lartë vizitorësh këtë vit në Shqipëri, po, dhe pjesa e jugut, edhe janë ata që realisht nuk e shohin më thjesht si një destinacion me kushte 100% të favorshme nga natyra dhe çmime shumë të lira, por Shqipëria ka krijuar një standard tani më të kualifikuar si në shërbime, duke qenë se ka edhe aktor turistik shumë të rëndësishëm ndërkombëtar. Pra rrjet hotelerie dhe ka vazhduar, ka patur një zhvillim shumë të madh. Por për të ndalur pak tek spotet që përmendi edhe zoti Sotir te këto bizneset e vogla familjare, qoftë me 2 tavolina dhe me 2 karrige. Është vërtet që ndoshta fshatra të shumt në cepa të Shqipërisë, në pika shumë interesante, për shembull dua të marr krahinën e Devollit, krahinën e Kurveleshit, ose në zonash turisti shqiptar për hir të vërtetës, duke qenë se nuk është shumë i dhënë ndaj eksperimentit dhe të bëj shëtitje më të gjata nga ato që bën rrethi i tij, i ka pak të vështira, por të huajt që qëndrojnë në kushtet që qëndron një familje në një fshat, për shembull në Nivic, në Progonat, apo në rrethin e Tepelenës ose në zona shumë të largëta, është admirueshme. Ata kanë dëshirë shumë herë më të madhe për ta zbuluar. Unë besoj që edhe turistët janë të kategorive nga më të ndryshmet. Ata që zbulojnë Shqipërinë në thelb janë të huajt për ta njohur në këtë formë, pra për hyrë në shpirt. Në bizneset familjar edhe është e jashtëzakonshme. Unë për shembull pak ditë më parë isha në një vizitë në Devoll, në një fshat në Ziçisht, dhe përpos historisë, kishave mesjetare, një prift që këndonte dhe të ftonte, po ashtu edhe njerëzit nuk janë as pak të trembur ose të heshtur ndaj të huajt. Qoftë edhe shqiptari i një qyteti tjetër, por të huajt sidomos. Me reçelerat që mund të kenë dhe me çdo gjë të vogël të tyre, janë pritën se derën hapur. Ne traditën e turizmit e kemi pasur në fakt. Edhe krahina edhe Kelmendi për shembull, patjetër, po jo vetëm Thethi. Cila është zona më e largët që ke vizituar ti në veri dhe në jug? Në jug kam përshtypje në pjesa e Tepelenës, Progonati ndoshta, Nivica, po gjithashtu edhe Skrapari. Doja ta përmendja edhe Skrapari, në fakt janë vende që nuk përmenden shumë, po Ujvara. Po, ka bukurira. Po në veri, cila është? Në veri duhet jetë Tamara, të mos gaboj. Që ke shkelur. Ose kalimi deri nga Komani. Anisa, po ti? Unë kam qenë në Vermosh. Ke qenë në Vermosh. Në i larti, cura je për mësa i që dua të Vermosh tani, se dikur duhet të dilje nga Shqipëria? Për të shkuar, jo, tani jo. Lëpush, ta marrë Lëpush, Vermosh, rruga është shtruar dhe shkohet e shumë e mirë, pastaj ke spektakël për të parë, dhe më thënë bukurit natyrore ta bëjnë shumë më të thjeshtë edhe më të lehtë udhëtimin, edhe pse është zjatë disa orë, por megjithatë është një pjesë shumë e bukur. Kushte në jug? Në jug është Tepelena,
Gaboj, po. Që kam për shumë destinacione. Po, për të shtuar, më bën përshtypje Vox Popet, sepse kur ishim pyetur për destinacionet, gjithmonë ne kemi folur shumë për jugun, dhe më pëlqyen që pjesë e destinacioneve tani të qytetarëve është edhe veriu. Pra e kanë kuptuar që pushimet nuk janë gjithmonë në breg të detit, po janë edhe në natyrë apo edhe në mal, dhe kanë kuptuar rëndësinë. Janë edhe në fshat, edhe në valën e Dejës, për shembull kam parë shumë njerëz, sepse bëhet edhe kalimi nga liçeni Vau të Dejës ose nga Vau Dejës drejt Komani. Pra nuk është vetëm domethënë Anisa po thotë që nuk kërkojnë ujin me patjetër, jo domosdoshmërisht. Jo, nuk kërkojnë malin. Po, dhe më pëlqeu kjo sepse edhe ne shumë vite më para gjithmonë flisnim për turizmin blu, sepse ishte pika jonë kryesore, ishim bukurit të pa eksploruara, ndërsa tani ne po e tregojmë të gjithë panoramën e Shqipërisë dhe shumë e rëndësishme për ta kuptuar që në fakt Shqipëria është një perl nga veriu deri në jug. Dhe që shqiptarët po e njohin atë dhe po marrin përsipër të bëjnë ato udhëtime që nuk janë gjithmonë komode, sepse shqiptarët gjithmonë e duan komoditetin, turistët huaj janë më eksperimentues, por besoj se ky trendi tani vitet e fundit po ndryshon dhe edhe vetë shqiptarët edhe kjo erdhi në faktet me pandemin po zbulon edhe historinë e tij, edhe sitet kulturore dhe historike, por edhe ato zonat largta që nuk kanë qenë atë hartën e destinacioneve luksi ose destinacioneve të cilët duhet ishte patjetër. Po prap tradicional betën, në qytete të mëdha kanë më shumë shef, që ta njohin. U duk për një moment, në fakt vazhdon akoma sepse situata vazhdon me ato problematikat e veta dhe ndoshta njerëzit rezervohen për të udhëtuar jashtë vendit gjatë sezonit, kështu që ma merr mendja që do të ketë shumë më tepër prenotime se sa ka pasur vitet e kaluara brenda Shqipërisë. Si mendon Besi? Po, kjo është. E keni ndjerë ju këtë? E keni ndjerë që tani? Ajo, unë do ta nis pak nga pjesa e bisedës që u bën përpara, sigurisht që turistë... Vera, ndërkohë, nuk ju pëlqeu? Është shumë e mirë. Shumë e mirë. Se për juve është. Flasim edhe bëjmë dozuar pas here. Ajo që unë do thoja është që turistët e huaj sigurisht janë të shumë dhe janë në numër, goxha signifikant në Shqipëri, por po ta shikosh deri tani ne folëm sa e bukur është Shqipëria, pra sa malet mira kemi, sa fusha, sa... Kemi këto tani sa e për fatin tonë të mirë. A di ka një vend botës për cilin qytetarët e vetë nuk thonë që ne jemi vendi më i bukur në botë? Pra, unë mendoj që kjo fazë, kjo sjell, ne kryesisht jemi tek turistët e huaj, jemi tek turistët e aventurës dhe të kuriozitetit. Po në qoftë se nëse cilën nga këto pika nuk implementohet një strategji e caktuar e cila të jetë ndryshme nga pikat të ndryshme, unë mendoj që kjo do vazhdoj të prodhoj numra, por nuk do prodhoj ekonomi, se po të shikosh shumë vende turistike kanë filluar dhe kanë reduktuar masën e turistëve që e vizitojnë për kuriozitet, duke ngritur taksat e qëndrimit, duke ngritur aspektet caktuara për ta bërë këtë alternativë turistike më të shtrenjtë se sa më përpara, për shkak sepse gjithë ky popullim shpesh prodhon edhe ndotje, edhe shkatrim, edhe kualitetin e shërbimit në përgjithësi, sepse pamundësia për ta përballuar të gjitha. Pra ne kemi kaluar këtë fazë nga një vend që ishte akoma tabu në një vend që jemi të vizituar, tani mendoj që sfida kryesore është të ndërtojmë një alternativë turistike diversifikuar. Kjo është e rëndësishme. A mendoni ju që ne e kemi kaluar atë stadin e provës dhe tashmë jemi stabilizuar si një vendi preferuar për të kaluar pushimet nga të huajt? Tani të vazhdoj të përgjigjem pyetja për huaj. Po, për këtë si mendon ti? Jemi stabilizuar në këtë pikë apo sërish? Jemi akoma në proces. Në proces. E di ka epitetin i gjatë për Shqipërinë nga i Gjerman, fal. Vazhdojmë që duhet të dalë. Shqipëria tha është bërë balkoni i Evropës. Po pra, veranda Evropës, është e bukur, për dita më e bukur. Dunë të dalin balkon, s'ko Shqipëri ke dalë balkon. Patjetër, përveç problematikave që e shoqërojnë dhe nuk diskutojnë që janë, patjetër ne jemi të rinj. Po sa turistë vizitojnë gjithë vitin Vjenën, vizitojnë Shqipërinë prapë gjithë vitin. Kështu që kjo është stilistik, po unë po them atë që ne duhet bëjmë tani dhe me që më pyete për turistë shqiptarë. Turistë shqiptarë vazhdojnë të jenë turistët më të mirë që ne kemi dhe që shpenzojnë më shumë, sidomos. Mbyllja e tyre në Shqipëri është një avantazh turistik për shkak të situatave gjeopolitike në këtë vit. Atëherë unë doja të shtoja diçka tek pjesa e turistëve shqiptar. Do doja që t'jepja një mesazh më mirë sepse e has çdo fundjavë kur bëj rezervimet nëpër hotele, resorte. Më pyesin gjithmonë, çfarë grupi ke, të huaj apo shqiptar? Dhe që duan më shumë të huajt. Pse i pyes?
Sepse të huaj s'ka naze, janë praktik, janë fleksibël, s'bëjnë naze ke ushqimi, jo jesë të ku jo qërqafi. Kurse shqiptarët ka një që kato naze dhe unë i verë edhe vete. Po shqiptarët paguaj. Jo po pjata, jo kjo. Është justifikueshme që shqiptarët të kenë qik naze të ushqimi, se ne duke shqiptarët janë ata të cilët po duhet të jemi pak më faqësor. Por një të huaj ai është diçka e re dhe mua më ka ndodhur e kundërta asaj që thua ti. Ç'është vërtet? Mua më ndodh shpesh kjo, kështu që edhe turisti, por edhe biznesi të kryojmë pak ato marrëdhëniet më të mira që të ketë biznesi tani do thotë që do shqiptarët. Shqiptarët janë turistët më të mirë në botë, jo vetëm për faktin që shpenzojnë, por edhe për faktin që ne na Zoti Sotireq, juve vetë si pushoni, domethënë, ju pëlqen të ndaloni në një hotel dhe të qëndroni gjatë aty apo me destinacione të shkurtra, ecë ndaloj. Ecë ndaloj. Kjo është e vërtetë. Ecë ndaloj. Po. Por këto ndalesat ne kemi qejf të bëjmë me shtëpia të vogla. Me shtëpia të vogla, nuk duam kështu resorte kështu. Me kulturë vendas. Ne duam shqiptarçe. Merresh vesh, kënaqesh, çfarë të duash të gatuaj ne. Janë fenomenal. Janë dhe shumë të dashur, Pra, du me thonë, juve nuk rezervoni më herët, apo jo, ku të gjeni ndaloni? Se edhe kjo ka bukurin e vetë, kjo udhëtimi i tillë. Ndalojmë edhe me çadra. Edhe me çadra? Puna zori nata, zë një lëndina aty, ngre çadra, fli gjumë. Keni provuar të flini me çadra? Po, në përmet. Ju ndoshta keni provuar për hir të xhirimeve, po unë them kështu. Jo, ka provuar për hir të xhirimeve. Nuk e harroj malin e Tomorit. Po? Shkuam mal të Tomorit. Në gusht. Nja 5, jo. Apo kështu. Nga fundi gushit ka qenë. Ishim nja 5-6 veta. Ermali, Santiago dhe një tjetër. Që nga ngritën qadrët, bën qadrët, kishe qef të flije natën aty. Në malin e Tomorit? Shpar bukurie, mal të Tomorit. A ishte në ditët e pelegrinazhit apo ditët e tjera? Jo, ditët e pelegrinazhit. Ishim shumë. Ka qenë ngrohtë se. Grotë. Që në si dhe verës. Njëri vëndali aty nga tregoj një shpel që nuk ka shku as njeri. Ja kam dërguar në foto që jemi nisur, kemi ecur me kome me dur, me arrit ke shpela. Një shpel që si palat. Prandaj duhet raporti me vendas, se gjithmonë ata dinë diçka. Ata të ndihmojnë, i dinë të gjitha. Domethënë, si mal Tomorit, nuk jam kënaqur me asnjë vend tjetër. Duke e shifshe tërë qerekun e Shqipërisë e shifshe që janë ditë sipër. Ka dhe një paqe që Rutina gjithashtu, unë mendoj në fakt që një nga sfidat e bizneseve shqiptare, qofshin ato familjare apo të konsoliduara me vite në fushën e turizmit, në raport me turistët të huaj, është shembja e stereotipit që Shqipëria është një vend i lirë. Shqipëria mund të ishte një vend i lirë, kur shumë politika ndërkombëtare funksiononin në forma të ndryshme, kur ndoshta vizitorët ishin shumë të pak në numër, apo shërbimi nuk ishte ndoshta standardin që ata ishin mësuar, por sot nuk mund të vinë turist nga e gjithë bota me një ekonomi të tyre shumë të mirë, të kërkojnë një standard shumë të lartë, të marrin një shërbim shumë të mirë në një biznes shqiptar, edhe të kërkojnë çmime shumë herë më të lira. Sepse e vëre shpesh në fakt që kanë krijuar një shtrembërim fytyre, po themi në ca raste që po ju duket pak sa shtrenjtë se po ju duket një lloj si në vendet e tjera. Po në momentin që ka detin më të mirë, ka shërbimin më të mirë, ka dhomën më të mirë, ka pamje, ka një ushqim fantastik, se ky është problemi, se nëse i ke të gjitha këto dhe është shumë e justifikueshme e gjitha dhe bën sens, po a janë të gjithë në këtë lloj standard shërbimi? Në fakt ka një keq kuptim këtu. Nëse themi Shqipëria kur filloi të lobonte në media ndërkombëtare, pra për bukurit, kur filloi të promovonte, Shqipëria nuk ka qenë në tregun dhe industrinë e turizmit siç është sot. Sigurisht të promovua si një vend ku ti gjen të gjitha bukuritë natyrore që mund të gjesh në Zvicër, në Greqi, apo plazhet e tilla, por i gjen lirë. Ndërsa sot po flasim ku mund të vinë të gjithë llojet e pushuesit, ata që kanë shumë për të shpenzuar dhe i dinë shumë mirë ku janë ato vendet. Edhe për ta dhe ku janë resortet, pra ka. Po dhe ata personat e cilët duan që të bëjnë pushim edhe më ekonomik dhe din pa aq mirë se ku janë plazhet. Që të ketë pushime shumë ekonomike në Shqipëri. Pra ka për të gjithë. Patjetër gustot dhe preferencat dhe mundësitë financiare.
Pjesa Adriatikut, për shembull, pak kohë më parë u vendos edhe pjesa e çmimit edhe standardit të çmimit tavan për sa i përket shezllongëve, por gjithashtu edhe në pjesën e jugut ka mjaft vende të cilët prej vitesh tani më kanë lënë hapësira publike, plazhe publike dhe nuk mund të vendosë askush kufizime për këto, kështu që ekziston. Mirë, kjo pjesa e parë ishte një çik kështu për të ngrohur pak bisedën, edhe pse jam e sigurt që kjo është një temë që do të vazhdonte sepse ka shumë për diskutuar kur bëhet fjala për turizmin edhe për standardet që ne presim të arrijm vit pas viti, edhe sidomos tani në këtë moment ku flitet shumë për pritshmëritë, pra janë ato le të themi që prevalojnë në bisedat, sepse jemi ende herët për të konstatuar realisht nivelin e turizmit me cilin do të presim ose të shërbimeve me cilin do të presim turistët si vjet, sigurisht që analizat bëhen në fund fare të sezonit, por pa diskutim që dëshirojmë shumë që të shkojë gjithçka mirë, edhe turistët të mbeten të kënaqur, sepse fitoria është nëse ata turistë kthehen, jo të vinë një herë, po të kthehen për së dyti. Nëse kemi arritur këtë, jemi të fituar. Shpërndajmë dhe lajmin që është një vend i mirë. Le të kemi një shkëputje të shkurtër publicitare, të rikthehemi më njëherë më pas me të ftuarit tanë, dhe këtë herë në destinacione ku ata e kanë shkelur personalisht vetë, do të vinë me foto dhe me video që na kanë sjell për t'i ndarë edhe me ne të gjitha udhimet e tyre dhe që mund të vinë edhe si formë sugjerimi edhe për juve që na ndiqni për të planifikuar pushimet tuaja të ardhshme. Publicitet, kthehemi shpejt.